Po mirë, të tregoj edhe një rast. Nëse ke dëgju për Imam el-Kesai, këtë djetar, për djetarët vjetër, ka jetu në kohën e Harun el-Rashidit. Në qatë periud ka qenë, kohën e Abasive. Ka qenë çoban, ka pas mbi 20 vetë. Edhe duke i qu dhend për t'i kullot, aty në rrugë një non po i vrapon fëmijës mrapa. Apo fëmija i lazdrum, problematik. Hajtë shkopi thot me shku të xhamia me mësu Kur'an. Ai nuk shkoj, fëmij i lazdrum. Hajde po i bërtet tha, marabir. Nëse nuk shkon me mësu Kur'an, dije se s'kur ki qobani ki e me metë. Edhe ki undalë, tha, mara si po më vlerësoj ka njerëzit, ka menu se jam unë e dikush, këto nëse nuk mëson, po u bankën se une, do në thot, aq që ka më një grad, më një deregja aq poshtë, edhe më njëherë, qish ka qenë duke i qu dhend me Mikolot, i ka këthi dhend për te pazari i kafshëve kua. I ka shku në pazar, i ka shqit dhend. Edhe më njëherë ka shku a registru më një halk, më një men ku mësot Kurani, më një xhami, edhe ato parët të cilët i ka marë prej dhenve që i ka shqit, i ka rujt për shkollim. Ka nis, a shkollu edhe a bo njëndër lexues të njohur të Kuranit, edhe gramaticentëve më të njohur të kohës së tij në kohën e vet. Aq dietar apo i madh, mas asaj kohe, saqë Harun el-Rashidi ka qenë halife. Edhe njerëz të këtyre hulefave i kanë pas mësues të vet. Perandorët që kanë qenë, i kanë pas mësues të fëmijëve vet, ato nuk i kanë çu fëmijë në shkollë me rkejt. Special e kanë zgjedh mësuesin më të mirë që ka qenë me mësu fëmijët atyre. Ai ka shku e ka marrë, e ka përzgjedh këtë, edhe ka shku në shtëpinë e këtij. Ka qenë këshilltari Harun el-Rashidit apo edhe mësues i nxënësve të tij. Pse kur e boni ai? E boni mas moshës 40 vjeçare. Do të mjafton apo mungon vullneti. Nëse kje vullnet, çdo gjë mundesh me